Republika e Kosovës do të përfitojë edhe 21.5 milion euro nga Republika Federale e Gjermanisë, para këtu të cilat një pjesë janë dhënë në formë huaje dhe një pjesë si grante. Paratë në fjalë do të investohen në disa sektorë, si infrastrukturë, zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, hartimin e reformës së administratës publike si dhe për themelimin e fondit për sigurimin e depozitave në bankat e Kosovës. Në fakt, mbështetja financiare është zyrtarizuar me nënshkrimin e 2 marrëveshjeve që janë arritur të premten mes Ministrisë së Financave dhe Republikës Federale të Gjermanisë, përkatësisht përfaqësuesve nga KfW Bankës për Zhvillim. Zëvendës ministri i Financave Ramadan Avdive ka mirëpritur arritjen e marrëveshjeve të reja me Gjermaninë, duke e cilësuar këtë hap si vazhdim të marrëdhënieve të shkëlqyeshme mes shteteve. Edhe marrëveshjet e arritura sot për nxitjen e mëtejme të zhvillimit ekonomik dhe social të Republikës së Kosovës, si dhe avancimin e agjendës së drejt integrimit të Bashkimit Evropian, janë vazhdimsi e raporteve miqësore dhe bashkëpunimit afatgjatë mes dy shteteve tona. Avdiv nuk ka lënë pa përmendur dhe falendëruar Gjermaninë për mbështetjen që ka dhënë në këto 12 vjetët e fundit, duke cilësuar ndihmën si frymëdhënëse në zhvillimin e të gjitha sektorëve në Kosovë. Ndërkaq, pas nënshkrimit të marrëveshjeve, ambasadori i Gjermanisë në Kosovë Ernst Reichel theksoi se shteti gjerman nuk është i fokusuar që të jetë i pranishëm në Kosovë vetëm në aspektin politik, por të japë mbështetje në të gjitha fushat e jetës, në mënyrë që të ketë zhvillim dhe të përmirësohet jeta e qytetarëve. Gjermania nuk po fokusohet në bashkëpunimin e saj në Kosovë vetëm në aspektin politik, por Gjermania është këtu për të ndihmuar edhe në fushat e tjera të zhvillimit të Kosovës, si në aspektin ekonomik, në aspektin e infrastrukturës për të përmirësuar jetën këtu. Marrëveshjet e arritura sot janë pjesë e një procesi të vazhdueshëm të bashkëpunimit dhe janë pjesë e mbështetjes gjermane për Kosovën, ka thënë ai. Mbështetja financiare e Gjermanisë për 21.5 milion eurove është dhënë në formë huaje dhe një pjesë si grante, respektivisht 13.5 milion janë huaj dhe 8 milion grante. Duke filluar nga ky vit, me këto para do të investohet në përmirësimin e rrjetit dhe transmisionit dhe zhvillimin e sektorit të energjisë, themelimin e një qendre të aftësimit profesional, modernizimin e trajtimit dhe sistemit ligjor dhe ngritjen e kapaciteteve për gjykatën kushtetuese, si dhe ngritjen e kapaciteteve të Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Ndërkaq me 5 milion euro do të financohet themelimi i fondit për sigurimin e depozitave në bankat e Kosovës.